Çka do t'ju ofron Gëzim Hazrolli edhe njëherë qytetarëve të Republikës Kosovës? A mund pak më gjërësisht ta elaborosh këtë? Është pak vështirë me folë për vetë. Për ata që më njohin, do t'ju ofroj vlerat që i ngërthej në shpirt. Dhe mbi gjithë përvojën time në shërbim të vendit, me disiplinën, me ekspertizën, përvojën që ka marrë, dhe pa diskutim me sinceritetin që t'jem edhe matutje një ushtar në rroba civile në shërbim të vendit dhe rujtjes vlera faktikisht edhe të armës tonë. Jam shumë i sigurt që nuk do të tentoj të mos jem vetvetja origjinale, por gjithmonë do të tentoj faktikisht ta bëj më të mirën me atë që kam marrë edukat në familje, në institucionin që kam shërby në uniformë dhe pa diskutim vlerat e popullit tonë. Kjo është prioritet për mu dhe pa diskutim që nuk do të hezitoj asnjëherë t'jap më të mirën nga vetja, ta ruajmë të ardhmen tonë, ta ndërtojmë një të ardhmen të sigurt. Dhe unë mendoj që çdo secili prej neve vlerë e ka vetëm origjinalitetin e vet. Si të mundohemi ta luajmë edhe ta simulojmë dikun tjetër, faktikisht nuk jemi më vetvetja. Dhe kjo është ajo që do të tentoj edhe t'jem.